Kryetari i OVL-s UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, ka paralajmëruar se këtë vit përkujtohet i shëprori dhe komandanti Esad Krasniqi në 5 vjetorin e ikjes së tij në Ëmshim. Me këtë rast ai shkruan: "Me dhimbje, respekt dhe krenari të thellë, një kujtojmë 5 vjetorin e ndarjes nga kjo botë e ikonës së kombit, patriotit të palëkundur, mësuesit të përkushtuar e prorit dhe komandantit të lavdishëm Esad Krasniqi, i cili u nda nga jeta më 25 mars 2021, pas një sëmundje të rëndë. Figura e tij mbetet e gjallë në kujtesën tonë si simbol i guximit, urtësisë dhe sakrificës për lirinë e dheut. Veprat dhe rruga e tij janë udhërrëfyes për brezat që vijnë. Në nderim të jetës dhe kontributit të tij të madh, OVL UÇK-s dhe shoqata të dala nga lufta e UÇK-s organizojnë homazhe përkujtimore më 25 mars 2026 në orën 12 në varrizat e qytetit të Prizrenit, aty ku prehet komandanti ynë. Ftojmë me respekt të gjithë qytetarët, bashkëluftëtarët, invalidët, veteranët dhe familjarët që të bashkohen në këtë moment kujtese dhe nderimi për të përulur kokën para veprës së një burri që jetoi për atë dheun dhe mbetet për jetën në zemrat tona. Lavdi jetës dhe veprës së komandantit. Po kështu njoftohen të gjithë bashkëluftëtarët, qytetarët së më datën 25 mars 2026, ditën e mërkur. Në orën tjetër organizohen homazhe në nderim të rënjes heroike të dëshmorit Ersan Mehmet Mazreku në vendin e rënjes mbi fshatin Reti e Ulët dhe më pas në orën 11 në varrizat e dëshmorëve në Landovic vazhdohet me homazhe. Lavdi e përjetshme për të gjithë dëshmorët. Ndërto me prodhime vendore.